Dua Lipa po përjeton ditë plot emocione në Argjentinë, ku ndodhet për turneun e saj botror Radical Optimism. Pasi mbushi stadiumin monumental me 2 net koncertesh, këngëtarja britanike shfrytëzoi vizitën për të parë nga afër një nga ndeshjet më të zjarrta të futbollit latin, superklasiken Boca Juniors River Plate. Në La Bombonera, Dua Lipa pa nga rreshti i parë fitoren 2-0 të Boca Juniors, por momenti më i veçantë i mbrëmjes erdhi jashtë fushës. Takimi që bëri xhiron e rrjetit, Dua Lipa me legjendën Juan Riquelme. Superylli shqiptar i muzikës pati mundësinë të takonte njërin prej futbollistëve më të mëdhenj në historinë e Argjentinës, Juan Román Riquelme, idhull i Boca Juniors dhe aktualisht president i klubit. Riquelme e priti Dua Lipën me shumë respekt dhe i dhuroi asaj një fanellë ikonike të Boca Juniors me numrin 10 dhe emrin e këngëtares, një gest që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale. Takimi i tyre u përjetua si simbolik, pasi numri 10 te Boca është i shenjtë dhe i lidhur ngushtë me vetë figurën e Riquelmes. Për fansat Argjentinas, momenti ishte magjik, një ndër yjet më të mëdhenj të muzikës botërore, duke marrë bekimin e një miti të futbollit latin. Dua Lipa e ndoqi ndeshjen e veshur me fanellën e kombëtares argjentinase, por zyrtarisht asnjëra skuadër nuk mund të thotë se ajo është e tyrja. River Plate publikoi një foto të artistes me fanellën e tyre, të dhuruar më herët gjatë koncerteve në Monumental, ndërsa Boca Juniors i ofroi numrin 10 përmes Riquelmes. Tifozët dyja palëve e përfshinë në një debat të lehtë argëtues për simpatinë e saj të mundshme. Gjatë qëndrimit e saj, Dua Lipa elektrizoi publikun Argjentinas duke interpretuar jo vetëm hitet e saj, por edhe 2 këngë ikonike të muzikës vendase: De Música Ligera nga Soda Stereo dhe Tu Misterioso Alivio nga Miranda. Postimet e saj në rrjetet sociale, ku shkruante 2 net në River Plate e dua çdo moment, morën mira reagime. Dua Lipa e largua nga Buenos Aires me 2 fanella, të River dhe Boca, por mbi të gjitha me një kujtim të paharrueshëm: takimin me Juan Román Riquelmen dhe emocionin e një klasikoje të gjallë në La Bombonera. Argjentinasit e quajtën vizitën e saj dashuri me shikim të parë.